Vajja shkoja për pilot për mua personalisht ka qenë di rastësi. Mendoj nuk ka qenë di kërkesë me shkrim as në mendje se nuk e kam patur. Nuk e ke pasur? Jo, nuk e kam patur mendje sepse thashë ditë parën që ne vedive se unë kur marrova 7 vjeçare në Kukës, me Kukës nuk ishte shkollë arsim më të lartë, nuk ishte gjimnaz. Ju kishit lindur në? Në një fshat Kukëshit, në Brut. Në cilin fshat? Po, në Brut. Është ka qenë ish Kukëshit vjetër, në anën e Hasit. Në anën e Hasit? Po, në anën e Hasit. Dhe vazhdova 7 vjeçare, masi varova fillorën në fshat, dhe me që nuk ishte institucion arsimor më të lartë Kukës, atëherë bëra kërkesë për shkollën ushtarake Skënderbej. Mua përvua shkolla ajo kërkesa, dhe pastaj në gusht 1953 kam marrë në Tiranë shkollën ushtarake Skënderbej. Po mirë, ju mund të kërkoni dhe një shkollë tjetër, po pse pikërisht një shkollë ushtarake? Në shkollën ushtarake fila për të vazhduar shkollën ushtarake dhe pikërisht shkollën Skënderbej ka qenë një fshatar, një nxënës i shkollës ushtarake Skënderbej nga fshati im, se kur vinte me leje, atëherë shkolla Skënderbej kishte një veshje shumë të joshse për njën. Kishte një rroba të bukura, edhe me ato pantallonat ishin me vjet të kuqe, ana si me qenë general. Edhe unë thashtë do mundohem të bëhem si ky. Do ti pas ke parë një Skënderbegas? Po, një Skënderbegas. Sa vjeç ishe kur e pata atë për herë të parë? Isha 10 vjeç. 10 vjeç, dhe thënë unë do bëhem si ky. Po, do bëhem si ky, do bëhem ushtar në shkollën ushtarake Skënderbej, të bëhem si ky.